Qoftë lëvduar Jezu Krishti, të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, ju ftojmë në këto momente që të lusim së bashku mbrëmsoren. Sot është e ejtja e kohës së Pashkëve. O hymë e janë ndim, O Zot, shpejto të më ndihmosh. lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Himni, darkë të qengjit para folës, të bardh e me ropë shpëtimi, pasi u shfaq deti i kuq, ti këndojmë Krishtit krye princ. Trupi i ti krejt i shenjt në altar të kryqit flijuar, duke shijuar dhe gjakun ne në Zotin për të jetuar. Mbrojtur në mbrëmje të Pashkës nga engjëlli i shfarosjes, u çliruam nga zgjedha e faraonit të egër. Tash Pashka jonë është Krishti, edhe qengji që u vra pa faj, që për ne flijoj trupin me pastërti të ndorme. O flije denjë dhe e qiltër, nga cila u shem feri, turma e robruar çlirohet, vlerat e jetës po kthehen. Ngrihet Krishti Zot prej varrit, kthehet fitues nga humnera, tiranin e vëndër pranga dhe hapdyert e parajsës. Për herë ti rofsh ndërmendje, o Krisht gëzimi i Pashkëve, dhe me hir të rilindur në triumfin tënd bashkona. Jezus ty të qof lavdia, që shndrit me mendje të vdekjes, bashkë me atin e me shpirtin, ndër gjithë shekujt burim jete. Amen. Antifona e parë. Maria Magdalen dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin, për të ndëruar trupin e varrosur, por nuk e gjejnë Zotin. Aleluja. Psalmi 110. I tha Zoti Zotit tim, rri në të djathtën time, derisa ti vër miqtë tu, shtroj për këmbët e tua. Skeptrin e pushtetit tënd Zoti do ta shtri nga Sioni, sundo midis armiqve të tu. Ty të përket më i larti pushtet, në ditën e fuqisë sate, në shkëlqime të shenjta, nga krerori para yllit të dritës unë të linda. Zoti u përbetua, asesis do të pendohet, ti e prift për amshim në mënyrën e Melkizedekut. Zoti është në të djathtën tënde, i dërmon mbretërit ditën e zemrimit të vet. Në udhtim ujë do të pi prej përrojit, prandaj lart do ta ngrej kokën. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Maria Magdalen dhe Maria tjetër shkuan për të parë varrin, për të ndëruar trupin e varrosur, por nuk e gjejnë Zotin. Aleluja. Antifona 2. Eja njerë shikoni vendin ku që vend zotria së vdekuri. Aleluja. Psalmi 114. Kur Izraeli doli nga Egjipti, shtëpia e Jakobit nga populli barbar, Judeja u bë shenjtrorja e tij, Izraeli zotrimi i tij. Pa deti dhe i bëri rrugë, Jordani u kthye prapazi, malet kërcyen si desh, kodrat por si qengja delesh. Çpate o det që ike, e ti o Jordan që u ktheve prapazi, ju male pse kërcyet si desh, e ju o kodra por si qengja delesh. Dridhu o tokë para fytyrës së Zotit, para fytyrës së hyjit të Jakobit, që shndron shkëmbin në liçen ujrash, edhe qetën në burim ujit të gjallë. Lavdiatit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Ejani e shikoni vendin ku që vën zotria së vdekuri. Aleluja. Antifona 3. Thot Zoti, mos keni frikë, shkoni lajmëroni vëllezërit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Kënga krahaso librin e zbulesës, kapitulli 19 rreshat 1-7, dasma e qengjit. Aleluja, shëlbem, lavdi dhe pushtet hyjit ton. Sepse gjyqjet e tia janë të vërteta dhe të drejta. Aleluja.
Aleluja, lavdëroni hyn ton të gjithë shërbëtorët e tij. Të gjithë ju që e druani të vegjël e të mëdhenj, aleluja. Aleluja, mbretëron Zoti. Hyi ynë i gjithë pushtetshmi, aleluja. Aleluja, le të galdojmë e të brohorasim. Dhe t'i japim lavdia ti, aleluja. Aleluja, sepse erdhi dasma e qengjit. Gati është nusja e ti, aleluja. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Thot Zoti, mos keni frikë, shkoni e lajmëroni vëllezërit e mi të shkojnë në Galile, atje do të më shohin. Leximi i shkurtër letra pare Pjetrit, kapitulli 3, rreshta 18 dhe 22. Krishti njëherë vdiq për mëkatet tona, i drejti për të padrejtët që t'ju shpinte të hyji. Një mend i vrarë në trup, por i ngjallur me anë të shpirtit, që i ngritur në qiellëri në të djathën e hyjit, pasi nënshtroi engjëjt, pushtetet dhe fuqitë. Kjo është dita që bëri Zoti, aleluja. Të gëzohemi dhe të galdojmë, aleluja. Kënga ungjillore Magnificat, antifona. Shikoni duart e mia e këmbët e mia. Unë jam, thot Zoti, aleluja. Kënga vigjërës së lumës sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë. Lartësimi i shpirtit në Zotin. Shpirti im e madhëron Zotin. Shpirti im me harej brorit hyjit, shëlbuesit tim. Sepse shikoj me pëlqim mbi shërbëtorën e vet të përvuajt. Qese që tani të gjitha breznit do të më quajnë të lumtur. Sepse punë të mëdha bëri për mua, hyi i gjithë pushtetshëm. I shenjtë është emri i tij. Mëshira e tij brezni me brezni. Për ata që e druajnë. E tregoi fuqinë e krahut të vet. I hodhi poshtë qëllimet e krenarve. I rrezoi princat prej froneve të tyre. E i lartësoi të përvuajturit. Me të mira i mbushi ata që s'kishin shtohan. E të pasurit i nisi duar that. I ndihmoi Izraelit shërbëtorit të vet. Duke sjell në mend mëshirën. Si u apati premtuar e tërvetan. Në të mirën e Abrahamit e të pasardhësve të tij në Amshim. Lavdiatit e birit e shpirtit shenjt. Si ka qenë në fillim, ashtu tash e për gjithmonë e jetës, amen. Shikoni duart e mia e këmbët e mia. Unë jam, thot Zoti, aleluja. Lutje të besimtarve. Lavdin t'ja tregojmë Krishtit, i cili u ngjall prej të vdekurve, të parin e të vdekurve dhe atij t'i drejtohemi me lutje. Ti që u ngjalle prej të vdekurve, dëgjoje lutjen tonë. Le të bjerë ndërmend o Zot për kishën tënde të cilën e ndërtove mbi themel të apostujve, dhe për hapen e përmbar rruzullin toksor, dhe bekimi yt le të jetë mbi të gjithë ata të cilët besojnë në ty. Ti që u ngjalle prej të vdekurve, dëgjoje lutjen tonë. Ti mjek i shpirtrave dhe i trupave tanë, na vizito dhe na shpëto me mirësinë tënde. Ti që u ngjalle prej të vdekurve, dëgjoje lutjen tonë. Të dobtit ngriti dhe forcoj dhe liroj prej të gjitha vuajtjeve dhe brengosjeve. Ti që u ngjalle prej të vdekurve, dëgjoje lutjen tonë. Ndihmoju të gjithë atyre që vuajnë dhe që janë të burgosur, dhe ndihmoju të gjithë atyre që janë në mjerim dhe në rrezik. Ti që u ngjalle prej të vdekurve, dëgjoje lutjen tonë. Ti me kryqin dhe me ngjalljen tënde, të gjithëve u asigurove jetën e mshuar. Vëllezërve tanë të ndjerë ndaju agëzimin e mbretërisë sate. Ti që u ngjalle prej të vdekurve, dëgjoje lutjen tonë. Aty që je në qiell, u shenjtroft emri yt. Art mbretëria jote u bë vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liro nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti që bashkove ka shumë popull të ndryshëm në të njëjtën fe, për të lavdëruar emrin tënd,
Bëj që të gjithë të pagzuarit të kenë të njëjtin besim e në veprimtari të kenë përparim dashurinë nëpër Krishtin Zotin ton. Amen. Zoti na bekoft, na ruajt prej çdo së keqe dhe na udhëheq në jetën e pasosur. Amen.